نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فلنريد تقوى الله أطلق للمرور فعلا الدين في الكفر أطلق وزن الله كفور شهوب أطلق الله كتاب قرنور كفور شهوب تشكر لتكرر سنوك قابلوا عن ذلك وبس الله في الكتاب البشر ليس محمد عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة Listen, that's good. That's what I saw. You're I proprio ali saranno stati io e questa app, sopra di me. Dove fate il fiasco? E non hai tutti se push stai in quel mappo. Ta Allah in the word deity. Ta proprio ali saranno stati in quel mappo. Per stai in kursi. Ai in kursi që e të vatë është një ajet cili Zotë të gjelaru të rekot dhe të vetën e gjithë. Për të e konsiderohet që ajet e të të mënda që ka të kanë. Ato ajet të cilët të kasin për Allah të gjelaru konsiderohet ajet e të mënda. Dhe e të kursi realisht të rekot se kush është Zotë të tila të mëndërë. Nësot, ose ajo që ne përbalemi me situatat të ndryshëm me zotëra të ndryshëm të cilët njerëzit tojnë vinga për tiqë, të cilët njerëzit nga pojnë se kush është krimus i tyre dhe kush është Allahu të gjelaru. Për këtë arsye, çdo musliman do të kuptojë se kush është Zoti, mirë dhe ta kuptojë madhështinë dhe madhërinë dhe mirësinë dhe begatinë që Zoti ka udhëzuar tonë në shtet Zotit. Sepse ky është Zoti i vërtetë. Dhe ajeti kuranor, pra ajeti kursi, fillon në ajetin ose në fjalën e fillimit, ku dhe thënë Allahu la ilaha illa hu. Ku dhe thënë që Zoti është ai i cili nuk ka kush që meriton të adhurohet përveç tij. Ky ajet, ose kjo pjesa e ajeti, gjitha të cilët vinë poshtë vërtetojnë këtë fillim. Ai meriton të adhurohet. Sepse Zoti që gjelaru krijon një që njerëzit të adhurojnë, ti më shtrohet. Kjo është. Dhe për këtë arsye Zoti që gjelaru jo vetëm që ka vërtetuar që ata të adhurojnë ti më shtrohet, por ti largon çdo lloj udhëtarie dhe paganizëm dhe besimit kot. Dhe thotë Zoti që gjelaru në këtë ajet kuranor, kush është Allahu? Allahu la ilaha illa hu, Zoti është ai i cili nuk ka kush që meriton të adhurohet përveç tij. Ose ajo do të thënë se kush është Allahu te gjelaru. Vazhdo të thotë El Hayyul Qayyum. Allahu është i gjallë, të përjetshëm, mbajtësi i gjithë shkallë. Pra Allahu është i gjallë. Gjalla i gjallë që të thotë ka një jetë absolute në vetvete e tij. Nuk ka asnjë lloj përgjagjësie të krijesës, sepse krijesa nuk ka qenë janë dhe nuk do jetë. Kurse Allahu te gjelaru ka qenë, është i vetë. Allahu te gjelaru është i pari pa fillim dhe i fundit pa parim. Përveç tij, të gjithë janë e kanë fillim dhe fundin e tyre. Pra Allahu te gjelaru është i gjallë. Dhe për këtë arsye, për sa kohë është i tillë, meriton që ne t'i lutemi, meriton që ne ta adhurojmë, meriton që ne t'i drejtohemi sa i kujt të askuj. Kjo është te. Dhe vazhdon ajeti kuranor dhe thotë Zoti që gjelaru thotë El Qayyum, i mbajtësi i gjithë shkallë. Allahu që gjelaru mban çdo e para ban vetën e tij, dhe s'ka nevojë për askën në ndihmën e askujt. Dhe e dyta mban të gjithë krijesat që vijnë sot. Gjithë këtë galaktikë, gjithë këtë univers, çdo krijesë, Allahu që gjelaru është ai i cili i mban. Dhe jo vetëm që i mban. Allahu që gjelaru i mban, do të thotë i menaxhon në mënyrë më absolute. Dhe s'ka nevojë për ndihmën e askujt. Sepse Allahu që
Gjellaku është ai i cili vendos për çdo gjë për krijesat e tij. Prandaj për sa kohë është vajtësi i diçka, do thotë që ne na detyron që ne të ndryshojmë dhe ta bëjmë vetëm këtë sepse ai është kompetent. Dhe vazhdon ai për ato të Allahu që Gjellaku thotë, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Zoti Gjellaku nuk e kapton, Allahu Gjellaku ta bën të kapton. As të rritja, as të rritja, as të rritja, Zoti Gjellaku nuk je kotje, as nuk e gjumë. Se nëse Zoti do kishte kotje dhe gjumë, do të nuk është Zot. Dhe për këtë arsye Zoti Gjellaku është i mëndshëm për çdo krijesë, për fatën e tyre dhe për çdo gjë që ndodh me ta. Për çdo lutje që ato bëjnë, mos mendon se Zoti nuk do të bëjë gjë, e ti situatën ndar dhe ti çfarë po ndodh. Ky është Zoti Gjellaku, që nuk nuk e ka pasportin. Kjo është atë ky Zoti. Për këtë do të vitë Isra i hadith. Vërtet Allah nuk fle dhe nuk i ka hidhur madhërisë të fle. Se Allah nuk lodh. Allah nuk i ka krijesat. Ky është Zoti Gjellaku. Se imagjinoj nëse Zoti i lartë mëndëruar do ta kapte kotja dhe do të humbte vëmendjen me krijesat, çdo gjë prishur. Allahu Gjellaku nuk është krijesë. Për këtë arsye, ky ajet është i madh do të thotë Gjellaku la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ata se ka as kotja, pra gremitja dhe as gjumi, i lartë mëndëruar është Allahu Gjellaku. Për këtë arsye, na tregon edhe se shpirti i cili meriton ta adhurojmë dhe të drejtohemi. Vazhdon ai të pranojë se Zoti Gjellaku po tregon për fundimën dhe fuqinë e tij absolute dhe për pushtetin e tij absolut. Dhe thotë Zoti Gjellaku, "Lau kullu samawati wal ard", pra Allahu Gjellaku thotë, "Ati përket gjithçka që gjendet në qiell dhe gjithçka që gjendet në tokë." Dhe këtë ajet pranon Allahu Gjellaku po tregon se Zoti ska kush, dhe as kush nuk mund ta posedojë mbretëri, pra sundimi që ndodhet në qiell dhe tokë përveç të Zotit Gjellaku. Dhe Allahu Gjellaku pra tregon se Allahu është ai i cili posedon çdo gjë që ndodhet në qiell dhe tokë. Prandaj në një ajet që pranon të thuaj komandet, të gjithë atyre të cilët nuk besojnë. Tirini ata që i hynizojnë krahas Allahut, pra që i bëjnë si zota përveç Allahut Gjellaku. Ata për Zotin nuk kanë pushtet as sa pesha e një fëmije. Nuk që ta profetin në luteni që pretendojnë se janë Zot, apo kushtë në qofita. Ata nuk kanë pushtet qofta sa një fëmije. Ka të rëndon, qoftë në tjera për qofta, në tjera për qofta, në tjera për qofta. Por ata nuk ka tjera, asë tjera, për shtutuar apo për ta lehtësuar çdo kënd, pa marrëdhënie të Zotit të Gjellaku. Për treguar se pushtetin e plot që ka Zoti i lartëruar. Pastaj Allahu Gjellaku thotë, për lezon në jetë kuranore tuaj, ndërmjetësimi është i gjithë të tuar të Zotit Gjellaku. Pra që do thotë, ai posedon çdo gjë, nëse ke nevojë, drejtohu vetëm atij ta studie në përveçti. Vazhdon në jetë kuranore do thotë Allahu Gjellaku për treguar se kush është Zoti, do t'japë më matrinë e tij më halkohu. Zoti do të kështari që ti çdo gjë që ka ndodhur përpara dhe çdo gjë që do të ndodhë pas njerëzve. Dituria e tij është absolute. Nuk është si dituria e njerëzve që është e madhe. Dhe as nuk është dituria e tij që kur ndodhte e merr me shkro. Allahu e din çfarë ka ndodhur, çfarë do ndodhë, çfarë do ndodhë. Allahu Gjellaku edhe nëse nuk ndodhë, nëse do të ekzistonte X krijesë,
Si do të ndodhë në të? Pra dituria ti është absolute. Prandaj Allahu Gjallë Xhelaluhu na tregon neve që Zoti i ka në përqyrje dhe dituria ti ka përqit çdo gjë dhe çdo krijesë. Do thotë ti nuk mundesh dot ti shmandesh dhe ti shitesh dot diturisë apo njohurisë së Zotit Gjallë Xhelaluhu, sepse ai di çdo veprim, çdo fjalë të tij. Pra është deri të rrethuar nga vëzhgimi që Allahu Gjallë Xhelaluhu ka për ne. Prandaj Allahu në një ajet kuranor thotë, si të mos di ai që ka krijuar gjithçka. Pra Allahu jo vetëm i krijoi, po i dihet çdo gjë që po vepron. Se ky është kuptimi i fjalës Zot, që jo vetëm ta krijosh, po ta menaxhosh, ta di se çfarë do ndodh. Ti jam shpërndësi, pra ti vesh të saktë në fillimin e fundit. Pra Zoti Gjallë Xhelaluhu është ai i cili e ka këtë. Pra vetë Zoti, si të mos di ai pra Allahu që ka krijuar gjithçka. Por ai njeh çdo gjë me intërsi dhe është i gjithë informuar. Allahu Gjallë Xhelaluhu çdo gjë e di me intërsi. Prandaj detyra është Allahu Gjallë Xhelaluhu. Për këtë arsye, për sa kohë Zoti i lartësuar është ai i cili di çdo gjë, do thotë se njeriu pra besimtari do të ditë se shërosh e kupton që është vetëm i cili verifikon adhurimin, nështrimin dhe përuljen. Prandaj Allahu Gjallë Xhelaluhu kur na thotë në ajet pra wala yushriku bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, kurse ata nuk mund të përkatësojnë asgjë nga dituria e tij përveç aq sa i dëshiron. Allahu Gjallë Xhelaluhu thotë për krijesat, që krijesat nuk mund të fuqin në ditë përveç aq sa Zoti i lartësuar i ka dashur të japë aty. Ska kush të arrijë në Allahu Gjallë Xhelaluhu. Do të thotë që njerëzit më i dituri që ka arrijë diturin më të madhe, Allahu i lartësuar ka dashur ai kaq deri këtu çka dituria. Është Zoti i cili ja jep këtë informimin apo diturinë krijesave të tij me një fakt të caktuar. Dhe Allahu Gjallë Xhelaluhu për atë kohë të ai të pranon gjithashtu pushtetin e tij absolut kur na thotë se kurse ata nuk mund të përvetsojnë asgjë nga dituria e tij përveç aq sa ai dëshiron. Prandaj krijesat aq marrin sa Allahu Gjallë Xhelaluhu dëshiron të japë atyre. Prandaj thotë në një ajet kuranor për Allahu Gjallë Xhelaluhu thotë për diturinë që posedon krijesat, thotë se Allahu nuk i ka dhënë nga dituria e tij atyre të mos e pak. Pra njerëzit dinë aq sa Zoti Gjallë Xhelaluhu dëshiron të japë atyre. Dhe thotë se Allahu është ai i cili meriton adhurimin dhe meriton nështrimin. Vazhdon ai të thotë Zoti Gjallë Xhelaluhu si ka kursi në semawat wal ard, thotë kursia e tij shtrihet mbi qiell dhe tokën. Allahu Gjallë Xhelaluhu do të tregon pushtetin e tij absolut që nuk ka kursi. Kursia e Zotit ka përfshirë qiellin dhe tokën. Na kërkoni atë tjetër më të qartë. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam thotë kush është kursia? Thotë kursia është 7 qiell dhe 7 tokë. Para kursisë së Zotit është si ajo naza bukur shkëlqyer. Imagjinoni gjithë këtë galakti që ne shohim sot. Që këto shkenca thotë nga një planet për shkak të një planet tjetër do mijëra vite, e gjithë këto ndodhet poshtë qiellit parë. Dhe qielli i parë, qielli i dytë kanë puluar dhe kanë rrethuar qiellin e parë, dhe qielli i tretë, dytë të parë, i katërt shumë të rrallë, dhe do profeti Ali sallallahu alaihi wasallam vetëm një javë, shumë qiell të shkakto 7500 vite. Diferencë e madhe. Dhe thotë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam këto 7 qiell, nga gigant dhe 7 toka. Para kursiut të Zotit, këto 7 qiell janë naza bukur shkëlqyer. Shkëlqyra pa fund dhe naza nuk vihet më poshtë. Dhe thotë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam me çfarë kursi? 7 qiell dhe 7 toka, para afrorit të Zotit, para arshit të Zotit, prapë si e naza bukur shkëlqyer. Dhe thotë Zoti që ka thënë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, Allahu la yuqbalu qadra. Dhe Zoti nuk ka përcaktuar sa është mëshira. Dhe prandaj themi gjithmonë kur hyn namazin Allahu Akbar, Zoti është më i madh se çdo gjë që mund ta imagjinosh. Sa shumë. Gjë të dëllave. Prandaj dhe Zoti kur na tregon këtë ajet kuranor do të kursia e tij përfshin qiell ditë dhe tokë. Vazhdon ai kuranor do thotë wala yaqutuhu hifdhuhuma. Dhe thotë Allahu Gjallë Xhelaluhu ai nuk e ka të rënd të ruaj ato. Allahu Gjallë Xhelaluhu gjithë këto krijesa që i ka krijuar, i ka stabilizuar dhe i menaxhon, nuk e ka të rënd. Allahu Gjallë Xhelaluhu për t'i ruajtur dhe për t'i sistemuar dhe për t'i menaxhuar ato, absolutisht. Sepse Allahu Gjallë Xhelaluhu ka vlerë, e ka vlerë t'i përgjigjet hapet të dikujt.
e ka të letë t'ja marrë shpirtin dikujt, e ka të letë t'ja japë të ti suna për shpirtin tjetër, e ka të letë Allah që të gjelat t'i japi fitoren apo humbin të kujtoj. Ka çdo gjë është dorë e tij. Prandaj Allah që të gjelat dhe vetë ai kuranor thot, dhe ai nuk e ka përrët të ruaja, duke i menaxhuar dhe duke i sistemuar. Prandaj thot Zoti që të gjelat dhe një ai kuranor thot, me vërtet Allahu bat e ekuilibrin e qiellit dhe tokës, që të mos shkatërrohet. Kur ata nisin të shkatërrohen, askush nuk mund t'i mbrojë ato posti në vërtet pra ai pra Allahu që të gjelat është i bukur dhe falës i gjunave. Për të rruar madhështinë e tij, dhe lutem Allahu këtë ajet kuranor me të fjalë të madhe thotë, ai është Allahu al-Alim al-Alim, pra ai është i lartë madhështor. Zoti që të gjelat është i lartë, a që do të thotë i lartë mbi 700, është lartë mbi tronin e tij, është lartë për vetë e tij që Allahu që të gjelat është lartë për qiellin e tij. Prandaj ne kujtojmë një ngrehuar të lartë të Zotit që të gjelat. Dhe të Zoti ka pohuar se Zoti është lartë. Kurse është në çdo vend, me dijen e tij, në çdo vend, me normën e tij, me shikimin e tij, me gjinin e tij. Kurse me gjinin e tij është lartë të gjelat, dhe nuk ka logjik që Zoti shkrihet në plot të krijesën absolutisht. Përveç të Allah, i lartë madhëruar është Allah. Ai është lartë me gjinin e tij, dhe thotë madhështori për krijimin, madhështori për menaxhimin, madhështori për kuptimin e plot, për sundimin, pushtetin që ai ka të gjelat. Prandaj ky është ajeti i madh. Nëse besimtari dëshiron të kalojë Zotin e tij, dhe të lexojë këtë ajet të madh, sepse ky është ajeti i cili i informon se kush është Allahu i Gjelal. Në momentin që e njeh Zotin, ky është Zoti jonë që ne nënshtrohemi, ky është Zoti jonë që ne lutemi, ky është Zoti jonë që kur atë kohën sejdë jemi krenar. Nuk jam më sejdë apo nuk i përmendemi krijesave, kushdo qofshin ta, profetët e Zotit, kushdo qofshin ta krijesat, belajët e enjit e Zotit, kushdo qofshin ta, njerëzit më të mirë apo më të keq, ja s'ka lidhje. Po pse? Sa ata nuk kanë asnjë kontribut, dhe asnjë atribut për krijimin tonë, për rrezikun tonë, për jetën tonë, sepse rreziku, jetën, apo çdo gjë tjetër e ka dhënë Zoti. Dhe për këtë arsye ne nënshtrohemi atij, prandaj Allah e filloi këtë jetë të madh me fjalën se nuk ka kush që meriton ta bëjë për dëshim, pse? Dhe ta tregoj që është fjalë i projektit të bashkësia me kapitoçë ashtu me radhë, që ta tregoj se ky është Allahu i lartë. Lutim Zotin e lartë madhëruar që ta bëjë për besimtarët që të njohin Allahun ashtu siç ai dëshiron dhe i formulojnë të atij të sinqeritet. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Falënderimi ka për Allahun, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjitha ata që ndjejnë këtë rrugë deri në fund. Nëse për vlerën e madhe që ka ky ajet kuranor, na thot profeti alaihi salatu wasalam, që ky ajet është mirë që të këndohet në shtëpi, nëse këndohet në shtëpi nuk i afrohet shejtanit dhe keqja në shtëpi. Nëse lexohet para se të flesh, ky njeri është i rrutur dhe i garantuar prej Zotit se nuk e këndon atë derisa zgjohet. Nëse e këndon kur ti zgjohesh, nuk e këndon këtë njeri asgjë derisa të mosë. Për rëndësinë e madhe që ka ajeti Kursi, ajeti Kursi është ai ajet që kur lexohet shejtani frikson dhe largohet. Prandaj thotë një hadith ku profeti alaihi salatu wasalam la një sahab të rrugë pikë atë grumin dhe pa një hajtut i cili erdhi ndarkës për t'i vjetë grurin dhe ka, dhe thotë, kush je ti? Thotë, jam fukara, dhe i tregon dhe mashtrove, ishi shqiptani, po i mashtrove të tregon, lejo tiki, sepse kam fëmijë pa bukë, dhe e la. Dhe kur i bajtë dhe profeti alaihi salatu wasalam ka kujdes, se ai nuk është i tretë, është mashtrues. Dhe herë e tretë, tre ditë, tre jesh po një të madh, dhe herë e tretë dhe thotë, unë nuk çoj. Do të çoj te profeti alaihi salatu wasalam dhe i thotë, ato tregoj i kërë dhe i sekret, thotë po e lexove ajetin Kursi afrohet shejtani afnatë e ka shpirtin. Dhe ja tregon profetit alaihi salatu wasalam i dërguar Allahu po, të vërtetën ka thënë dhe është mashtrues. Që do të thotë, leximi i ajetit Kursi në shtëpi nuk i afrohet shejtani, nëse është darkë nuk i afrohet gjithë natën,
Dhe nëse është ditë nuk ka po gjithë ditë ndërsa të kryesën. Pra që do të thotë se ky është ajeti i madh që Zoti xhelal e thot, dhe kur lexohet njeriu me lenin Allah tash me luajtur nga fshia, nga sherri shejtanit apo nga smundet e tij. Dhe ja lutim Allahun të lartë të ndëruar që të falë mëkatet tona, dhe lutim Allahun si të bashkojmë në këtë, të bashkojmë në jetën e tij për tos. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون